Falënderit. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike Shqiptare ka dorëzuar propozim ligj për ndryshimin e kodit zgjedhor me një Povedite. Ima neko, ne zna da ga uključi na koji. Povedite. Zato treba da učite albanski više. Povedite za zakon od gospodina Ime Radio. Se smete, ja? Povedite. Do të thënë, grupi parlamentar i Partisë Demokratike Shqiptare propozon ndryshim të kodit zgjedhor me qëllim që përfundimisht përmirësohet një padrejtësi që në vazhdimsi u bëhet shqiptarëve nga ana e këtij koalicioni qeverisës VMRO-BDI, me atë që vota e shqiptarit vlen më pak se vota e një Macedonasi. Dhe kjo është shumë e thjeshtë. Me kodin zgjedhor aktual, numri votuesve që mund të lëvizin plus minus nga mesatarja në njësitë zgjedhore aktualisht është 5%. Do të thonë, njësia zgjedhore numër 6 për momentin është mbi 5%. Edhe këtë dispozit diskriminuese e ka tejkalu, ma atë që ka tejkalu 5% i cili është vendos në kodin zgjedhor pa konsenzus. Partia Demokratike Shqiptare, prej fillimi, ka kundërshtu këtë dispozit me qëllim që mos vi deri te diskriminimi dhe të parandalohet zhvlerësimi që i bëhet votës shqiptare karshi votës maqedonase. Dhe ne në vitin 2011 kur propozuam që nga 3% sa ishte aktualisht atëherë të bëhet 1% senzusi apo mesatarja që mund të lëviz numri votuesve në përnjësi zgjedhore, nga ana e shumicës parlamentare të atëhershme, përkrahur edhe nga opozita maqedonase, nga 3 kjo përqindje u bën 5%. Dhe tash edhe 5% që është tejkalu dhe ne kërkojmë që ky parlament t'i miratoj këto ndryshime që ne i propozojmë, me të vetmin qëllim që të ndreqet një padrejtësi që u bëhet shqiptarëve, ma atë që vota e shqiptarit vlen më pak se vota e një maqedonasi. Është shumë e thjeshtë. Njësia zgjedhore numër 6 ka mbi 30.000 votues më shumë se mesatarja e njësive tjera zgjedhore, kurse për shembull, njësia zgjedhore numër 3 ka diku 25.000 votues më pak se mesatarja, dhe kjo dallimi nuk e bën 5%, po e bën 9.5% apo edhe 9.8%, që janë diku mbi 30.000 vota që njësia zgjedhore me shumicë shqiptare, siç është njësia zgjedhore numër 6, i ka në raport me njësinë zgjedhore numër 3, edhe njësinë zgjedhore numër 4. Dhe ky numër i votave rritet tej mase dhe shqiptarët humbin një numër të konsiderueshëm të deputetëve. Kalkulimet janë diku 5 deri 6 deputet marrin më pak, pikërisht për shkak të kësaj dispozite që lejon që vota shqiptare të zhvlerësohet në këtë mënyrë. Në anën tjetër është edhe obligim ligjor. Pasi që sot do duhet të bëhet edhe shpërbërja e parlamentit, unë nuk shoh se si mund të shkohet në zgjedhje pa rregullimin e kësaj çështje, e cila është e detyrueshme për të pasur zgjedhje legjitime. Pikërisht për këtë ne kërkojmë përkrahje që të miratohen ndryshimet që ne i propozojmë e që kanë të bëjnë me atë që mesatarja nga aktualisht që është plus minus 5% që të mund të lëviz numri i votuesve në përnjësi zgjedhore nga mesatarja të zbres në 1%. Dhe kjo dispozit do të mundsoj që automatikisht kufit e njësive zgjedhore të ndryshojnë dhe vota e shqiptarit të vlej po aq sa vota e maqedonasit. Është shumë e thjeshtë. Nuk mundemi ne si shqiptar ta lejojmë këtë gjë,
që vota e një shqiptari të Tetovës të vlej më pak se kushdo qoftë tjetër në këtë shtet. Për atë, ne kërkojmë që ta përkrahani këtë ligj, që përfundimisht t'i vehet kapaku kësaj dispozite, këtij diskriminimi që u bëhet shqiptarëve në vazhdimsi, dhe sigurisht kjo nuk është kusht për zgjedhje, pasi që duhet edhe shumë çështje tjera të rregullohen, derisa të kemi zgjedhje valide, të drejta, demokratike dhe të pranueshme, mirë po sigurisht që do ta ndihmojnë mas të madhe që të krijohen parakushtet të cilat do të çonin të një proces të drejtë zgjedhor. Vlerësojmë se mos pranimi i kësaj dispozite do ta rëndoj tej mase çështjen e regulativës zgjedhore dhe mos pasjes së një barazie të votës. Këtu ka pas disponim për propozime tjera, janë dorëzuar disa propozime për ndryshime të kodit zgjedhor, që do të, sipas propozuesve, do ta rregullonin këtë çështje, mirë po kjo nuk ka ndodhur. Është një propozim që një pjesë e njësisë zgjedhore, nga njësia zgjedhore numër 6 të bartët njësinë zgjedhore numër 5, disa apo 3-4 mijë votues. Kjo nuk e zgjidh problemin, pasi që shqiptarët do të vazhdojnë të jenë diskriminuar për sa i përket të kësaj dispozite dhe për sa i përket barazisë së votës. Nuk mund të peshoj vota e një qytetari më pak e vota e një qytetari tjetër më shumë, për një arsye shumë thjesht, sepse përkasin përkatësisë të ndryshme etnike. Pikërisht për atë kërkoj që të pranohet ky propozimi joni dhe përfundimisht të zgjidhet këtë çështje dhe të rregullohet. Faleminderit. Благодарам. Faleminderit zotëri Xhevat Ademi.